Edhe pastaj do Të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, sot janë bërë 3 muaj prej kur i kemi mbajtur zgjedhjet parlamentare në vendin tonë dhe po bëhen 3 muaj prej kur verdikti i qytetarëve të vendit tonë është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi dhe sot për të 13 herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundësoi konstruimin e Kuvendit të Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin tonë të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit duke përfshirë kryetarin e Kuvendit përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave, sepse Zonja Axhiu tashmë 13 herë po dihet që as nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për kryetarin e Kuvendit. Më vjen keq për qytetarët të vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me vot lirë para 3 muajsh e që nëse thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që i ka thënë secilës parti që nuk mundi me qeverisë vetë, që sundimin i partia ka marrë fund, e që duhet ketë kompromis e duhet ketë diskutim e bashkëpunim, pra nuk po respektohet si verdikt. Ne do t'jemi këtu edhe pas nesër, do t'jemi sa herë që ta kemi obligim, por normalisht që do ta kemi qëndrimin e njëjtë që ka nevojë për diskutim, ka nevojë për një rrugdalje. E rrugdalja është e qartë që duhet ndrohet kandidati, në këtë rast kandidatja, dhe të vihet me një kandidate apo kandidat që vërtet dihet që mundet me marrë shumicën e votave të deputetëve. Faleminderit shumë, nëse keni pyetje, po urdhna. A do të japë